territorin rus. Është ndjerë diçka e Ky është jo vetëm një sulm i guximshëm, po ky është një katastrofë totale për aviacionin rus strategjik, pasi sulmet u ndërmorën. Sa dëm e shkaktuar Rusisë, Misha? Këtu ndryshojnë statistikat. Pala ukrainase insiston që ka shkatruar ose dëmtuar 41 avion strategjik të Rusisë. Gjë që në fakt ka pak ngjasa të ketë ndodhur, sepse mund të ketë qenë 41 avion gjithsej, po jo strategjik. Rusia, në fakt, de facto, disponon gjithsej 80 avion strategjik luftarak. Këta janë avionët Tu-95 SM, që është një modifikim i avionit Tu-95, që janë avion që Rusia dhe Bashkimi Sovjetik bile si ka përdorur dhe më pas i ka modifikuar për të mbartur ngarkesë bërthamore. Këto avion gjithsej me gjithë modifikimet që kanë pritej që ishin, deri para sulmit kanë qenë 60 copë. Ndërsa përveç kësaj ka pasur edhe Tu-160 që janë një model i ri i strategjik dhe këto avion janë gjithsej rreth 20 aviona. Këto aviona nuk flitet që nga pala ruse nuk janë cënuar. Skema e sulmit të Ukrainës ka qenë shumë e ndërlikuar, siç i pohonin dhe vetë para ukrainase ishte zhvilluar për ky plan për 1 vit e gjysmë. Mund të jetë edhe më pak, më shumë, po kjo nuk është thënë që është e vërtet, por gjithsesi fakti është që skema ka punuar në këtë mënyrë, në radhë të parë dronët janë futur në Rusi nëpërmjet Kazakistanit dhe një nga rajonet që është në kufi me Kazakistanin është zona e Çeljabinsku, që është në jug të Uraleve. Aty ka qenë pika e grumbullimit të droneve. Dhe pikërisht në atë qytet gjithashtu janë zhvilluar edhe pjesa logjistike e këtij plani, duke përfshirë disa maune të mëdha që do transportonin gjoja shtëpi, druri për në vende të ndryshme. Dhe në këto shtëpi, në qatit e këtyre shtëpive janë montuar, si thuash, dronët, që në momentin e caktuar, ato kapakët apo qatit janë hapur dhe dronët kanë fluturuar drejt objektivat të tyre. Ka ndodhur që disa nga këto kamion apo maune kanë marrë zjarr dhe janë shkatruar gjatë udhëtimit dhe për këtë arsye për shembull nuk ka patur dëmtime në disa baza ajrore si në Ivanovo, në Rjezanj edhe në Siberi, por jo në Irkutsk, sepse Irkutsku ka patur dëmtime, por ka një tjetër në zonën e Amurit, të lumit Amur, dhe atje nuk ka pasur dëmtime. Nga ana tjetër, ka pasur dhe skena që kam parë sot në mass media të njerëzve të thjesht që me shkopinj dhe me gur godisnin dronet që nisësin nga maunia për shembull që ishte ndaluar. Pra, ishte një plan shumë i rafinuar, shumë sigurisht i guximshëm dhe i suksesshëm i shërbimeve sekrete ukrainase, po jo vetëm mendohet, dhe pala ruse, edhe shumë specialistë janë të mendimit që aty janë përfshirë dhe shërbimet sekrete britanike. Nësa është e vërtet, do të tregoj koha, bires në fillim flite gjithashtu që Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin vënë në dijeni të këtij sulmi, por më pas ka pasur përgjigjëstrim nga CBS që është pranë presidentit Trump, që ka deklaruar që administrata e presidentit Trump nuk e ka ditur asgjë për këtë sulm. Për më tepër, sot Marco Rubio, domethënë sekretari i Shtetit Amerikan, u lidh me homologun rus Lavrov, duke i shprehur edhe domethënë keqardhjen dhe duke për viktimat e sulmit që në Rusi e konsiderojnë terrorist për të hekurudhës, ku 2 ura u rrëzuan bashkë me lokomotivën dhe të cilat ranë mbi një tren pasagjerësh, ku gjetën vdekjen 7 persona dhe 60 e më tepër persona janë të plagosur, përfshirë dhe fëmijë të vegjël. Në zonat e banuara pati panik ky sulm, si u përjetua?
Me ato që pa shkuadrot, që pa unë, do me thënë, ka patur edhe më tepër se panik çudi, sepse kjo është një, për shembull, po të flasim për zonën e Irkutskut, që është liçeni Baikal, po flasim për 5.000 kilometra nga të larguar nga Ukraina, pra nuk priste kush. Sigurisht kjo është një po mundohem të gjej fjalën e duhur, po mund të jetë një gafe